rikthyer. Kemi kaluar në një moment tjetër. Kemi thënë se sheshi I fjalës së mire, I këngës së bukur Odeon, është vërtet sheshi I artistëve, I këngëtarëve që sjellin përvojat e tyre, zërin e tyre, krijimtaritë e tyre të bukura. Në vazhdim do të vijë një këngëtar, një zë I bukur, I jashtëzakonshëm, I cili për vite të tëra ja thot, edhe ja ka bërë bam e bim në skenën shqiptare, por jeton, punon edhe pron në Zvicër, e me shpirt, e me mendje, me zemër, e mbi të gjitha me zërin e tij, gjithmonë është në zemrat e gjithë shqiptarëve ku janë në globin shqiptar. Sonte të vjen për të promovuar këngët e tij, Zone e Zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, Fidaim Aliu. Hajde Fidaim Mister. E Fidaim Miserve. Mirë se naim. Në cilën gjuhë me të full? Vallaj, mas mirë Veç me thonë, s'il vous plaît, monsieur. Ja gjuhën Gjermoni e të në Zvicër. A në gjuhën Gjermoni tjetër? Po, se ti ke të bilbjene aty. Qashtë Po, frenge, ja thuhi? Frenge, veç merci beaucoup, di... Diçka, po. Dhe fjallë të vagla se ma shumë zdi. U se truv, disa adres. Nuk për di që për dhu. E po mirë shumë. Ti me sigurit e shumë gjuhë. E të lutëm, po vazhdon me këndue në vazhdimësi, sponalesh kjo është bukur shumë. Po, falimderit I popullit. Në realitet, sa vite të bon këngë? 21 vjet jam dhe më thonë s'kene muzikore. Karrierë muzikore. Falimderit shumë. Inshallah bashkë me ty në këtë familjarë. Në përgjithësi ke bashkëpunu me përplot kompozitore, tekst shkruese, kështu. Vazhdon me ata të njëjtit apo e ke bën një numër të madh kështu në? E kom zëru edhe pak, ma shumë, po faktikisht tekstet shumicën e kom bo vetë. I ke shkru vetë? Po vetë. Fidaim, më bën përshtypje kështu, në shtëpi këndon? Po mbarët për disponimi. A jetu I lojent ose kështu? Po në punë atje ku punon, këndon? Në një herë? Me punue, për momentit të punu s'jam që shumë vite, vetëm me muzikë me herë në momentin, po e falendrej Zotin edhe njerëzit që më përkrajnë, inshallah gjdo herë me të mire o këthej atyne, po saqërisht na jem ty ta falendrej pa fun, që gjdo herë që shumë vite më ke thonë në kje derën e hapur. Jo vështi. Të gjithë artistët, këngëtarët që kanë zë të bukur, që kanë këngë të bukura, absolutisht këtu e kanë venin. Artistët e kanë venin në teatr, në film, në skenë, në studio si puna e juaj kështu. Sonte po I promovojmë një dy këngë, po njëna ne kemi bërë dhe klipa, po? Njëna është klip, edhe... Çfarë këngësh janë? Kënga, njëna është këngë e dasmave, tjetra është këngë e Gurbetit. E Gurbetit? Po, pritëm Kosovë, pritëm, I përshëndesim të gjithë gurbetçartë, dhe tash veç po afrohet viti I ri, do të vinë ka janë treva shqiptare, inshallah e kam përshim të mirë, e kalojnë mirë, vinë mirë, e kthehen mirë. E kthehen mirë. I falenderoj shumë që më përkrahen përgjithësi. Të kjo, kush e ka shkruar tekstin e kësaj këngë? Fidaimi. Vetë. Vetëm. Është ndjenja jotja? Tepër. A ka pas momente kur je mërzit shumë dhe do më thonë, ose cilat kanë qenë momente që je mërzit shumë për faktin që ke thonë në Gërbet, më shkoj jeta, apo mbeta, apo... Sepse, unë e di që gjithmonë ke thonë, nesër do këthejem. Na tonë thujna. Nesër do këthejem. Po tash kur është aja nesër nuk e din, zot e din. Faktikisht... Do më thonë, është emocion, kjo këngë është emocion joti. Emocion jam. I Gërbetçari. Qa është. Qa ka Gërbetçari e i non? Po që është mërzite. E ka mormolli, kjo është emocion I krejt Gërbetçarve, faktikisht normal që I vujnë gjithë për atë dhej. është normal, është aja. Po, unë e mendoj një sen njeriu ku jetën edhe vepran, aty du të mu pajtu me fatin. Po, sigurisht. është fati Zotit, Zotin e ka mundësue, edhe tash, na pa juve, ju pa neve, nuk mëjmë egzistojmë, na. Po shia. Kështë që mirë është. More Fidaim, unë e thamë gjithmonë dhe kjo është një vërtet. Unë jetoj pe I djersës time, por një vërtet është që mërgata jonë, është garancia e ekzistencës substanciale këtu e një 70 vjetë. Dhe ju vazhdoni me qenë shtyllat që e mojnë këtë ven, duke mojnë këtë ven, e mojnë këtë këmbë, këtë ta dëdhe. Edhe vazhdoni që shtu, veç edhe një 100 vjetë, të ne pastaj s'ka problemi.
Muzikën kush e ka bo? Muzikën e ka bo Astriti. Astrid Halimi. Astrid Halimi! Astrid Halimi për këndurë të Astritin. E ke bo klip? E kom bo dhe klip pak të tro. Me? Me Meritonin. Meriton Brahen. Me Meriton Brahen, dhe më thonë, me Odeonin, si çdo herë. E falenderoj shumë, është një djalë shumë i mirë, Meritoni. Je i kënaqur? Shumë i kënaqur. Me punën e tij, me realizimin, me gjitha? Shumë i kënaqur me to. E po bukur shumë. E përshëndesëm edhe beqëroj sukses. Më pas, gjatë emisionit, do të na këndosh edhe një këngë tjetër, që është këngë dasmash, edhe me këto kallëzojmë që sado që lodhemi e mërzitemi nga jeta, përsëri ja themi, e bëjmë ritëm, Normal. e bëjmë piskam, e kallim dasmën. Normal është. Është këngë e zakonshme, këngë që kemi dëgjuar, apo e bërë enkas për dasmën? Jo, është ekstra, dhe më thonë që është edhe ai tekst që më ka shkruar një shokimi. Është tekst shumë i mirë, edhe është këngë e re e dasmave. Është pritëm këse falë sonte mos të ndalet kënga, është këngë e mirë. Edhe kështu që jenë. Sonte mos ndalet kënga. Kur lodhesh në dasma të kënu në herë kështu, a thu vetës ja mirë kënë më kry bre, zgatën bre qëta. Jo, na jem për kontrazi, na jem për të kallëzit drejten, une jam kështë, 2 sene. Kur më thirë dasmorin darsëm, apo pavarësisht çfarë do qoftë ahenxhi, une o shkoja kry mirë, e me shpirt, edhe sa dënaj diktene sa baja jazgjati, se du muzikën shpirtnisht. Le që du muzikën shpirtnisht. Do më thonë ti këndon duke u knas edhe për vete. Bravo, që une knasna, edhe tjetra duhem ja, sa i njëherë 10 vjetë ka darsëm, nuk ka i për ditë darsëm. Une duhet që darsëm, pavarësisht zbamu lodhë të darsëm atjetër dje dhe së dhe mas nesër kur të të një fjallë, po duhet mja bo sa ma mirë. Sepse ai qatë natë e ka. Më të bukurën tjetës. Marë baret e po iku, nuk ka të unë. A ideali edhe ajo qika, që dejat natë një djale qik. Lutëm. E pasaj bohan zotërije zonjë. Kanë prit një 25 vjeta 6, tash do edhe 30. Varsisht, edhe na do të përjetojmë. E promovojmë këngën e Gurbetit që quhet? Pritëm Kosovë pritëm. Pritëm Kosovë pritëm. Edhe na ju presim. Absolutisht. Edhe na vina. Edhe ju vini. Edhe e janë i gjithmonë. Pita i valirë, s'kena fërti. Përndirisëm, respekt. Pritëm Kosovë pritëm, oj do shlia dhe knaqen se me pushën në shpitin vendin ku kam len. Pritëm Kosovë pritëm, oj do shlia dhe knaqen se me pushën në shpitin vendin ku kam len. Që kemë Kosovën, e kemi lirin, gurbet qatë shkojnë Kosovën, je kinë mërzin. Dikon e presin prindrit, dikon lau e motran, e dikush se ka s'kon, e po e pret votran. Pritëm Kosovë pritëm, oj do shlia dhe, knaqen se me pushën në shpirtin vend. Pushën zemran, e po pushën shpirtin.